Në mesin e akuzave të Iranit se pas 2 shpërthimeve në provincën e Kermanit ku vdiqën me 10 vet, qëndrojnë SBA-ja dhe Izraeli, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken nis sot një turne në lindjen e mesme, i cili përfshin dhe një ndalesë në vendin e bre. Shtetet Bashkuara po i vazhdojnë konsultimet diplomatike mbi konfliktin Izrael-Hamas, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan duke informuar gazetarët në kushte anonimiteti, tha se i dërguari diplomatik i SBA-s Amos Hochstein do të udhtoj gjithashtu në Izrael për të punuar për uljen e tensioneve mes këtij vendi dhe grupit militant libanez Hezbollah. Turneu i zyrtarëve të lartë amerikanë në rajon vjen në një kohë kur rreziku për një përshkallëzim të konfliktit është rritur ndjeshëm, sidomos pas vrasjes së zyrtarit të lartë të Hamasit, Saleh al-Aruri në Beirut. Ushtria izraelite njoftoi se është në gatishmëri të lartë për sulme të mundshme nga Hezbollahu. Vendimi për rritjen e gatishmërisë së saj pasoi njoftimet për një sulm me dron në Beirut ku u vra al-Aruri, i cili ishte i lidhur ngushtë me sekretarin e përgjithshëm të Hezbollahut Hassan Nasrallah. Vet Nasrallahu në një fjalim televiziv tha se do të ketë një përgjigje dhe një ndëshkim, edhe pse nuk deklaroi qartë se forcat e tij do të përshkallëzojnë sulmet kundër Izraelit. Ndërkohë Shtëpia e Bardhë tha se nuk ka asnjë dieni mbi autorët e sulmeve në Kerman të Iranit. Shpërtimet në varrin e generalit të Gardës Revolucionare Qasem Soleimani u përshkruan si sulme terroriste nga përfaqësuesi i qeverisë iraniane dhe si më të rëndët në historinë 45 vjeçare të Republikës Islamike. 2 çanta me eksploziv ishin vendosur aty dhe bombat më pas janë aktivizuar me telekomand. Vet Soleimani u vra në 2020 nga një sulm me dron i Shteteve të Bashkuara.